përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive. Do bëjmë leximin e radhës. Kërkëndjes për mungesën time që kam kapërcyer një javë, jam operuar prapë dhe ja sot më mirë po qëndroj ulur dhe po bëjmë leximin e fund vitit për ju të dashur. Po fillojmë me 9 të shpatës të dashur, që tregon ky vit ka pasur shumë peshë për ju. Shikoni, mendore, mendime që janë përsëritur, shqetësime që janë përsëritur, që i ke mbajtur vetëm, net ku ke menduar më shumë se ç'duhej. Shumë nga kjo lodhje nuk ka ardhur nga ajo që ka ndodhur realisht, por nga frika se mos diçka humbet, prishet apo del jashtë kontrolli. Dhe kjo gjendje kalojmë në 2 të shkopive. Edhe pse mendja ka qenë rënduar gjithë këtë vit, ti ke parë përpara, ke dëshiruar, ke menduar për ndryshime, për një drejtim tjetër, për një jetë që nuk është vetëm reagim ndaj rrethanave. Të dashur peshqi, ky vit të ka vendosur përballë një zgjidhje, të qëndrosh aty ku e njeh dhimbjen, apo të guxosh të shohësh më larg asaj. Dhe absolutisht më larg asaj, ja ku është përmbyllja, bota. Letra është që tregon mbylljen e madhe, një cikël po përfundon, vërtet, jo në mënyrë dramatike, por me vetdije. Diçka të dashur peshqi që të ka ndjekur për një kohë të gjatë, një model, një frikë, një lodhje emocionale apo lidhje emocionale, po mbyllet. Kjo mbyllje nuk të varfëron, në fakt, përkundrazi, ju çliron. Dhe kjo është e bukura. Dhe 2, prap kemi 2 dhe 2 këtu, 2 të monedhës. Kjo letër flet për balancë të re, jo në kaos emocional, si që filluam. Gjithë viti ka qenë dhe tregon në fund vitit se një lloj balance re, për menaxhim të zgjuar të energjisë juaj. Viti i ri për peshqit nuk do nisë me ekstreme, por me rregullim të jetës së përditshme. Kohë, para, ndjenje, përgjegjësi, gjithçka në masë. Dhe kjo është e bukur asaj. Të dashur peshqi, viti i ri nuk të kërkon ajo që po vjen, të shpëtosh askënd. Të kërkon të kujdesesh për veten tënde. Dhe kjo është më rëndësi. Mbyll atë që të lodhi, që s'të ka dhënë asgjë, çfarë duhet të luftosh dhe çfarë nuk duhet të luftosh, çfarë duhet të mirësh dhe çfarë ka rëndësi pra. Ajo ka qenë të mendoni dhe të mësoni në vitin që je duke lënë pasë. Kur një cikël mbyllet me vetdije, fillimi i ri vjen absolutisht pa frikë dhe shumë i mbar dhe i bekuar, të dashur peshqi.